Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju a kanë fshehur prej kohësh ja si të zhdukni zbokthin nga koka pas shkuar në farmaci. Flokët me zbokth janë një problem shumë i madh që shqetësojnë, si femrat ashtu edhe meshkujt. Disa nga faktorët që ndikojnë në krijimin e zbokthit janë trashëgimia, stresi, pagjumësia, mbajtja e vazhdueshme e kapeleve, kasketave, përdorimi i tepruar i xhelit të flokëve, llakut apo produkteve të tjera të dëmshme për flokët, ndërrimi i shpeshtë i shampove dhe mos larja e mjaftueshme e flokëve e të tjerë. Ka disa produkte në treg të cilat ndihmojnë për zgjidhjen e këtij problemi, por që kushtojnë shumë shtrejt. Prandaj rekomandohet që ju të përdorni këto trajtime natyrale me përbërës të cilët ju i gjeni në kuzhinën tuaj. Aspirina përdoret zakonisht për trajtimin e dhimbjeve të kokës, por ajo mundet që të përdoret gjithashtu edhe për zhdukjen e zbokthit. Shtypni mirë 2 aspirina derisa ato të bëhen pluhur. Hidheni më pas në shampo dhe përdoreni atë për të larë flokët tuaj. Më pas masazhoni kokën për 2 minuta dhe i shpëlani flokët. Është mirë që t'i lani përsëri flokët me shampo, por jo nga ajo që ju keni hedhur aspirina, për të hequr të gjithë pluhurin që mund të ketë mbetur në flok. Vajrat natyral, si vaji i ullirit, vaji i kokosit apo vaji i bajames, munden që të përdoren për të parandaluar gjithashtu zbokthin. Mjafton që ju të masazhoni flokun me njërin nga këto vajra, t'i mbështillni me një peshqir dhe t'i mbani ashtu gjatë gjithë natës. Pastaj flokët lajini në mëngjes. Uthulla e mollës gjithashtu ju ndihmon të luftoni zbokthin fare thjesht. Pasi ju t'i lani flokët tuaj me shampo, duhet që të përzieni 2 filxhan me uthull molle me 2 filxhan ujë të ftohtë dhe përdoreni për të hequr shampon tuaj nga flokët. Në fund shpëlajini mirë flokët. Gjithashtu, zbokthi është një dukuri shumë e pakëndshme e cila prek si femrat, ashtu edhe meshkujt. Ai shkaktohet nga një mikroorganizëm parazitar, një kërpull dhe lëkurës së quajtur Malassezia globosa. Kur kjo kërpull ndodhet në sasi të mëdha ose kur njeriu është tepër i ndjeshëm ndaj saj, lëkura kundërvepron duke krijuar zbokthin në skalpin e kokës. Ndonjëherë zbokthi mundet gjithashtu që të shoqërohet edhe me kruajtje ose në rastin më të keq me ekzem zbokthi. Ju duhet që t'i drejtoheni mjekut tuaj dermatolog për një mendim më të specializuar. Por përveç shampos anti-zbokth, ju mund të përgatisni në shtëpi disa receta shumë të thjeshta, të cilat ne i kemi siguruar në këtë video posaçërisht për ju. Uthulla e mollës. Pasi t'i keni larë flokët, masazhoni butësisht skalpin me uthull molle dhe më pas shpëlajini atë me ujë të ngrohtë. Bëjeni këtë veprim 3 herë në javë. Ju mund të përgatisni po ashtu një përzierje me 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët me 2 lugë gjelle uthull molle. Aplikojeni maskën në skalpin tuaj dhe mbajini në kokë për disa minuta. Kosi është jo vetëm një ushqim i bukurisë së përjetshme, por ndihmon gjithashtu edhe në eliminimin e zbokthit. Përzieni në një enë 200 ml kos me 50 ml lëng limoni dhe masazhoni kokën për 15 minuta. Më pas lani kokën por pa përdorur shampo. Ky trajtim jo vetëm që largon zbokthin, por edhe i jep shkëlqim flokut tuaj. Soda e bukës ka veti të mrekullueshme mbi flokët dhe zbokt. Krijoni një pastë duke përzier një pastë me 50 gram sodë buke dhe 50 ml ujë të ftohtë. Aplikojeni mbi flokë të lagur dhe lëreni të veprojë për 30 deri në 60 minuta.
Ju mund të krijoni maska kundër zbokthit dhe bashkuar disa vaj rabimor me lëng limoni si për shembull vaj i ullirit, vaj arrës së kokostit, vaj lini, vaj i pemës së çajit. Vetëm kush ka flokë të yndyrshëm e di se sa e sikletshme është shkëlqimi i tepërt, humbja e volumit dhe prania e zbokthit, pavarësisht larjes së shpeshtë dhe përdorimit të kush e di sa e sa produkteve. Në këtë video, ne menduam që të sjellim 2 maska të thjeshta të cilat lehtësisht ju mundet që t'i realizoni nga kushdo, si edhe ajo e kushtueshme, të cilat ju do t'ju ndihmojnë të mbani nën kontroll flokët tuaj kapriçoz. Maska e parë, përbërësit janë 2 lugë sodë, 4 lugë kos. Përzieni mirë kosin me sodën e bukës dhe të dyja së bashku aplikojeni mbi flokët e lagur dhe të sapolar. Shoqërojeni me një masazh të lehtë dhe pas disa minutash shpëlajini mirë flokët. Vendosni shumë pak shampo gjatë larjes finale dhe më pas kryeni dhe thajni flokët tuaj me kujdes. Kjo maskë bëhet 1 ose 2 herë në javë. Maska e dytë, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 domate, 2 lugë gjelle, vaj kastori dhe 2 të verdha veze. Ngroheni për pak sekonda vajin e kastorit dhe shtoni gradualisht vezët por pa i mpiksur. Në fund shtoni dhe domatet e grira dhe përzieni ato mirë. Lyeni flokët me furçë nga majat e rënjë dhe mbajini për 1 orë. Lani fillimisht kokën me ujë të vakët derisa të shpëlani maskën dhe më pas përdoreni edhe shampon. Sërish maskën mund ta bëni 1 ose 2 herë në javë. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë se zgjedhjen më kryesore kundër zbokthit mund të keni dhe aloe verën. Fërkojeni xhelin e aloe verës në skalpin tuaj, lëreni për 10 minuta dhe më pas lajni flokët tuaj me një shampo të lehtë. Bëjeni këtë në mënyrë të rregullt. Në mënyrë që të trajtoni zbokthin, përdorni limonin pasi ju ndihmon që të kthej balancën e pH-it në skalp. Përzini 15 ml vaj kokosi me disa pika limoni dhe masazhojeni në flokë. Lëreni në flokë gjatë gjithë natës dhe shpëlajini ditën e nesërme. Kjo maskë zvogëlon sasinë e zbokthit në kokë. Një trajtim tjetër i efektshëm kundra zbokthit është edhe përzierja e 1 lugë çaj me lëng limoni me 2 lugë çaj uthull molle. Përzierja duhet masazhuar në skalp dhe më pas të shpëlahet. Një tjetër recetë është edhe vaj i eukaliptit. Përzieni disa pika me vaj me 20 ml vaj ar kokosi dhe masazhojeni në skalp. Bëjeni këtë 2 herë në javë për disa javë. Aspirina është mjaft e efektshme për eliminimin e zbokthit. Shtypni 2 tableta dhe përzieni mirë me shampon. Lëreni këtë përzierje në skalp për disa minuta dhe më pas shpëlajeni atë. Kënaja gjithashtu është një zgjidhje tjetër për flokët tuaj dhe mjaft mirëbërëse për trajtimin e zbokthit. Një mënyrë për të kuruar zbokthin në shtëpi është sigurisht maska e flokëve me ullinj. Përzieni vaj ulliri gjithashtu me bajame. Fërkojeni përzierjen në skalp dhe lëreni që të veprojë për disa minuta dhe më pas shpëlajeni atë. Mirë po, para se t'i përdorni këto receta, duhet të siguroheni që asnjë prej këtyre produkteve nuk ju shkakton alergji. Mund ta provoni atë në lëkurën e dorës tuaj për të parë se si lëkura juaj do të reagojë. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit! Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.